kur kemi folur për thyesat, kemi parë thyesat të llojit 1 të dyta është barabartë me 1 pjesëtim për 2, sepse dhia thyesore që dim paraqet pjesëtimin. E tani do flasim për thyesat komplekse, të cilat në emrus dhe në numërus kanë në numërus apo dhe në të dyjat kanë nga një thyes apo numër të thyes të përzier. Në qoftë se do kishim thyesën në formën 1 të dytat thye për 3, atëherë kjo do quhej një thyes komplekse. Por gjithashtu në qoftë se do kishim 3 thye për 1 të dytat, gjithashtu do ishte një thyes komplekse, dhe në forma tjetër që mund të gjendet është 1 të dytat thye për shembull 3 të katërtat, apo edhe si 3 të plota e 1 të dytat thye për 3 të pestat. Gjithashtu mund të kemi edhe 3 të plota e 1 të dytat thye për 3, pra numër të plot, apo 3 thye për 3 të plota e 1 të dytat. Atëherë le ta shohim se si mund të thjeshtojmë thyesat komplekse. Le të shkojmë nga e para. Kemi 1 të dytat thye për 3. Atëherë, duke ditur se vija thyesore paraqet pjesëtimin, mund të shkruajmë 1 të dytat thye për 3 është barabartë me 1 të dytat pjesëtim për 3. Që është barabartë me, duke ditur se treshi në emrus, duke ditur se emrusi treshit është 1, atëherë vletra reciproke e 3 të njëtas është 1 thye për 3, pra kemi 1 të dytat herë 1 të tretat, që është barabartë me 1/6. Pra, e thjeshtuam thyesën e parë, kjo mbaroi. Tani mund të vazhdojmë me të dytën, kemi 3 thye për 1 të dytat. 3 thye për 1 të dytat. Atëherë kjo është barabartë me 3 pjesëtim për 1 të dytat, që është barabartë me, tani në qoftë se dëshirojmë të pjesëtojmë dy thyesa, thyesën e parë përshkruajmë, ndërsa dhe e shumëzojmë atë me vlerën reciproke të thyesës së dytë, që është 2 të njëjtat apo vetëm 2, edhe 3 herë 2 kemi që bëjnë 6. E të vazhdojmë, përfunduam dhe me të dytën. Tani kemi thyes dhe në numërues, gjithashtu edhe në emërues. Kemi 1 të dytat thye për 3 të katërtat. Atëherë, mund ta shkruajmë përsëri si 1/2 pjesëtim për 3/4. Dhe përsëri dim ne si pjesëtojmë dy thyesa, kemi 1 të dytat herë 4 të tretat, që është barabartë me 1 herë 4 bëjnë 4, 2 herë 3 bëjnë 6. Kjo na qenë ka 4 të 6, nëse pjesëtojmë të dyja edhe emrusën dhe numërusën e 2, do fitojmë 2 të tretat. Pra, në qoftë se kaluam nga kjo formë në këtë formë këtu, pra ndryshe mund të themi se edhe e redukuam apo e thjeshtuam thyesën. Dhe tani na mbetet e fundit, që është 3 të plota e 1/2 thye për 3 thye për 5. Atëherë kemi 3 të plota e 1/2 thye për 3 të pestat. Kjo është barabartë me 3 të plota, shkruaj këtu 3 të plota e 1/2 pjesëtim për 3 të pestat. Që është barabartë me, tani 3 të plota e 1 të dytat mund ta shkruajmë si, pra kemi ta qëndrojmë thyesën e përzier në thyes të parregullt, kemi 2 herë 3 bëjnë 6, 6 plus 1 bëjnë 7. 7 të dytat pjesëtim për, tani nuk kemi, do shkojmë me një herë vlera reciproke e thyesës së dytë, që është 3 të pestat, pra vlera reciproke e saj është 5 të tretat. Dhe kjo do jetë barabartë me 7 herë 5 bëjnë 35 të 6. Pra përfunduam edhe me të tretën. Tani do ju tregoj një metodë tjetër për të zgjedhur, për të thjeshtuar thyesat komplekse. Le të shkojmë më poshtë.
Tani, do shkruajmë anë të simboleve. Do kemi A thyë për B, që është thyesa e parë, thyë për C, thyë për D. Do shkruaj D e vogël. Tani, do shkruajmë të atëtjetëm simbolikisht. Kemi A thyë për B, pjesëtim për C, thyë për D. Që pastaj na del A thyë për B, herë D thyë për C. Pra kemi A herë D, kjo është barabartë me A herë D, thyë për B herë C. Këtë mund të vrejmë se numërusi i thyesës së parë shumëzohet me emërusin e thyesës së dytë dhe emërusi i thyesës së parë shumëzohet me numërusin e thyesës së dytë. Pra, me një fjalë, të jashtmet shumëzohen me të jashtmet dhe të brendshmet shumëzohen me të brendshmet. Pra, për ta thjeshtuar një thyes, thjesht mund të shumëzojmë të jashtmet me të jashtmet dhe të brendshmet me të brendshmet. Le të marrim edhe një shembull të fundit dhe pastaj të përfundojmë këtë mësim. Do kemi 3 të shtatat thyë për 5 të nëntat. Atëherë, le ta shohim. Të jashtmet me të jashtmet. 3 herë 9 bëjnë 27. Pra kemi 27. Kjo ishte në numros. Edhe pastaj kemi 7 herë 5 që bëjnë 35. Shikoni sa e thjesht ishte. Tani le ta bëjmë edhe me metodën tjetër, pra më të gjatë. Kemi, do vazhdojmë një herë këtu. Do kemi 3 të shtatat pjesëtim për 5 të nëntat, që pastaj do shkruajmë si 3 të shtatat herë vlera reciproke e 5 të nëntave, që është 9 të pestat. Është barabartë me 3 herë 9 bëjnë 27 dhe 7 herë 5 bëjnë 35. Si që shohim, morëm një rezultat të njëjtë. Dhe njëherë, kur të jashtmet shumëzohen, atëherë ato do në japin numërusin, ndërsa në qoftë se shumëzohen të brendshmet, atëherë ato do në japin emërusin. Mirupafshim.